iranian. Do të ketë kundërpërgjigje, sigurisht do të ketë kundërpërgjigje. Janë forcat konservatore të cilat e shikojnë përfundimin e regjimit si dhe fundin e veprimtarisë të tyre. Kjo do t'i bëj të bashkuar ata. Do të ketë lëvizje sidomos nga garda revolucionare e cila është e projektuar dhe nga ana ideologjike për të funksionuar në mbrojtje të regjimit të mullave dhe është një forcë tepër e rëndësishme e pajisur si nga ana financiare ashtu dhe ushtarake, gjë që është një rrezik potencial edhe i forcave demokratike në Iran, dhe të gjitha këto do të tregojnë që do të kemi një periudhë destabiliteti, nuk di se kush është e ardhmja, edhe vetë Perëndimi ja ka lënë në dorë popullit të Iranit të tregojë se cilët janë liderët të cilët ata kërkojnë që të drejtojnë vendin. Por diçka është më së e dukshme që në këto momente Irani do të marrë një kthes. Kthesa do të variojë në kohë, por është e sigurt që regjimi i mullave nuk do të ketë një jetë të gjatë në vazhdimsi në Iran. E qartë. Çfarë do thotë kjo zoti Nesho për SHBA-n në këtë rast? Cili do të jetë, mendon, qëndrimi që do të mbaj në vijim presidenti Donald Trump në raport me këtë ngjarje? Në fakt, kjo është fitoria e dytë e presidentit Trump. Tregoj që është një president revolucionar, që nuk mendon për konsekuencat ose ashtu siç është edhe doktrina e tij që nëpërmjet forcës unë vendos paqen. Kjo tregon që ngjarja dhe eliminimi i kupolës drejtuese të një regjimit papranueshëm për Amerikën, dhe këtu duhet bëjmë një parantezë që nëse ka një konsensus politik në Shtetet Bashkuara të Amerikës midis dy partive kryesore, por edhe opinionit publik, është mospranimi që nga fillimi i tij, që nga 76-a, për një kohë gjatë, që Ali Khamenei dhe mullat e tjerë krijuan Republikën Islamike të Iranit, krijuan krizën kur mbajtën për 444 ditë diplomatët amerikanë, që ishte një sulm i papranueshëm duke shkelur një territor të huaj siç është territori i çdo ambasade përfaqësuese në çdo vend të botës, dhe në të gjitha këto kanë krijuar këtë konsensus që Irani dhe ky regjim që është sot në Iran ishte i papranueshëm për veprimtarinë e politikës amerikane. Në këtë kuptim del një dorë e fortë e cila e realizon atë që me 10 president gjatë gjithë kësaj kohe kanë tentuar ta eliminojnë në të gjitha format, por nuk kanë arritur. Kanë kërkuar bashkëpunimin, kanë kërkuar iniciativa të ndryshme për ta kontrolluar regjimin, por nuk kanë arritur ta realizojnë këtë gjë. Në këtë kuptim, veprimtaria e presidentit Trump jo vetëm çmohet, por ka arritur edhe popularitetin e tij si një njeri i cili është i vendosur në realizimin e atyre pikësynimeve që ka.